referojmë gjithë një takimit të Durrësit. Dhe kjo është gjëja më e rëndësishme dhe e veçantë që e bën Saljanin të veçantë nga të gjithë demokratët e tjerë, të cilët këtë gjë nuk e thonë. Dhe këto që po konfirmon Berisha në një farë mënyrë tregojnë këtë pikë të dobët që ka kapur Saljani. Pra kjo PD nuk është e aftë të fitojë zgjedhjet. Mund të shkojë në 2027 prap do humb, mund të shkojë në 2029 prap do humb. Dhe pika e dytë, mesazhi i dytë është që duhet ndryshim gjeneratash të Saljani në mënyrë që Partia Demokratike të bëhet fituese. Pra, ndryshimi i gjeneratave është kusht për fitoren e Partisë Demokratike. Këto dy mesazhe ai ja përcjell demokratëve. Dhe ajo që ka avantazh sot Saljani është koha. Ai ka zgjedhur një nga momentet më të mira për ta bërë këtë lloj fushate, për ta bërë këtë lloj sulmi, qoftë ky ndaj Berishës, qoftë ndaj të enturazhit Berishës, kjo s'ka shumë rëndësi. Pra, për të thënë diçka që të gjithë e dinë, po askush nuk e thoshte. Dhe cili është për mua qëllimi i Saljanit. Ai e di shumë mirë që gara me Berishën e ka të humbur në çdo rrethan me këtë Parti Demokratike. Pra nesër në prill, nëse do të bëhet një garë në Partinë Demokratike, unë mendoj 90% merr Berisha, 10% po ja lan merr Saljani. Po nuk është ky thelbi i lëvizjes së tij. Ai po thot ca gjërat që janë të vërteta dhe që demokratët e dinë. Pra ka marr iniciativën për t'i thënë. Këtë nuk e di, e ka iniciativë të tij personale apo ka një enturazh që mbështet, kjo është tjetër gjë. Por ne po themi çfarë ai po bën. Dhe ai do të shkojë me këtë fushat në të gjitha rrethet kryesore të vendit. E ka filluar nga Durrësi, ka përshtypjen janë dy zona të tjera, por në jug të vendit që ai do vazhdojë, ku në Korçë konsiderohet si një nga bastionet e tij. Ku ka fituar mbi 9.000 vota në Orhan, po. E rëndësishme është që demokratët të përthithin mesazhin e tij, që do jetë i njëjtë në të gjitha takimet. Pra që kjo PD në këto kushte është e paaftë të fitojë zgjedhjet dhe që të bëhet faktor Partia Demokratike duhet ndryshim gjeneratash. Në qoftë se Saljani arrin që këto mesazhe t'ia përcjell demokratëve të zakonshëm, për mua e ka fituar. Pastaj nuk është çështje leadershipi, sepse siç ka ndodhur, në momentin që Saljani e përçon këtë mesazh, Berisha sigurisht që nuk do t'i hapi rrugën dhe ne po e shohim, sulmi i Berishës është shumë i ashpër, madje ai mundohet ta përçmojë, ta nënvletësoj, nëse e keni vënë re, i referohet, ai i ka dhënë një zonë kombinat, ai duhet merret me kombinatin. Të bënte raportin pas zgjedhjeve. Pikërisht pra, kombinati është një lokalitet pa vlerë për një parti të madhe. Ndërkohë ai ka nisur një fushat kombëtare në një farë mënyre. Dhe Berisha ka një problem që është koha. Nuk mundet të fitojë as në 2027-ën, as në 2029-ën. Dhe çdo humbje e PD-s me Berishën në krye, sigurisht që shkon në favor të Saljanit, pavarësisht se ai nuk e mund dot Berishën në garë të drejtë për drejtë. Duke parë edhe një pyetje më të pak edhe për këtë lëvizje që e shihni si një lloj oksigjeni, me sa po kuptojnë brenda Partisë Demokratike. Nuk e di është oksigjen apo jo, unë di që është një lëvizje shumë e zgjuar e Saljanit dhe enturazhit të tij. Që thash, ka për qëllim edhe një gjë të rëndësishme, se ndoshta e diskutojmë në emision. Berisha është një politikan i vjetër dhe i njeh të gjitha hallkat edhe se si do të vazhdojë të drejtohet Partia Demokratike. Dhe me siguri ai ka vënë pasardhësin e tij. Saljani këtë synon, të futet në garë